Mjeku çudit botën. Kamomili shëron këto sëmundje në kohë rekord. Ja si ta përdorni atë. Lulet e kamomilit kanë përfitime vërtet të mahnitshme dhe të dobishme, të cilat nuk janë të kufizuara vetëm për përdorimet e qetësimit. Përdorimi më i njohur medicinal i kamomilit lidhet padyshim edhe me ndonjë gjendje të organeve të tretjes. Është shkëlqyer në përmirësimin e tretjes duke favorizuar largimin e gazrave të zorrve, duke lehtësuar dhimbjet e stomakut dhe duke shmangur të përzirat dhe gjithashtu lehtëson dhimbjet e barkut, gastritin dhe problemet e ulçrave. Këto përfitime janë për shkak të aftësive të kamomilit për të vepruar si një relaksues mjaft i mirë i muskujve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Duke patur këto përfitime të rëndësishme, kamomili redukton inflamacionin dhe mukozat e stomakut dhe gjithashtu edhe ato të zorrve. Çaji i kamomilit është shumë i dobishëm në uljen e niveleve të kolesterolit. Kolin, një nga vitaminat që gjenden te kamomili, është e shkëlqyer për të promovuar dhe eliminuar yndyrat trans nga gjaku. Njerëzit të cilët kanë probleme me kolesterolin mund të pinë 2 gota kamomil në ditë për të rregulluar atë dhe për të rikthyer në nivele krejt normale. Një tjetër nga vetitë medicinale të kamomilit është gjithashtu aftësia për të lehtësuar dhimbjet menstruale, gjithashtu edhe problemet e komplikacioneve të tyre. Kamomili ka veprime të mira energjike kundër estrogjenit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni ta përdorni si duhet dhe vlerat që do të merrni do të jenë mbreslënse. Fal përfitimeve të tij antiinflamatore dhe antiseptike, kamomili është i shkëlqyer në trajtimin e miopisë dhe lodhjeve të syve, duke dhënë kështu rezultate fantastike edhe në gjendjen tuaj. Për më tepër ai është krejt i dobishëm kundër problemeve siç janë edhe ato të dhëmbëve. Kamomili mund të lehtësojë shqetësimet e flokut, të përmirësojë shëndetin e tyre dhe të reduktojë edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Ekspertët e cilësojnë kamomilin si një nga zgjedhjet e para që mund t'japë përfitime të vërteta shëndetit tuaj. Çaji i kamomilit është një nga varietetet popullore më të mira në treg dhe ka shumë përfitime për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i çajit të kamomilit. Çaji i kamomilit mund të lehtësojë kështu edhe shqetësimet tuaja të lëkurës. Për shkak të natyrës së tij të pasur antiinflamatore dhe antioksiduese, çaji i kamomilit mund të përdoret drejt për së drejti për lëkurën. Ullumtimet kanë gjetur se ky lloj aplikimit mund të përmirësojë ndjeshmërimin dhe të zvogëlojë pamjen e rrullave në fytyrë. Eliminimi i stresit oksidativ dhe rritja e reagimeve imunitare në këto zona mund të bëjë më shumë mrekulli për lëkurën tuaj. Vaji i ullirit mund të rrisë gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Nëse doni të forconi sistemin tuaj imunitar, atëherë dhe të shmangni infeksionet, çaji i kamomilit mund të jetë përgjigjja. Ekziston gjithashtu një sasi e caktuar e përfshirjes së tij në dietën tuaj. Vlerat që do të merrni do të jenë të menjëhershme dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Sigurohuni ta përdorni si duhet dhe përfitimet që do të merrni do të jenë një mburojë shumë e mirë për organizmin. Do të lehtësoni dhimbjet menstruale. Natyra antiinflamatore e çajit të kamomilit e bën atë relaksues dhe një zgjedhje popullore për të garantuar edhe gratë që vuajnë nga simptomat menstruacioneve si ankthi, djersitja apo aftësia për të fjetur, gjithashtu edhe ndryshimet të humorit. Çaji i kamomilit mund të ndikojë drejt për së drejti në shumë nga këto simptoma, duke i qetësuar dhe duke relaksuar çështjen tuaj. Ndaj përdorimet të tilla të tij do të jenë një mburojë e veçantë e shëndetit edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Sigurohuni ta përdorni atë si duhet dhe përfitimet që do të merrni do të jenë gjithashtu më efektive. Kamomili është një produkt fantastik që mund të ulë gjithashtu edhe nivelet tuaja të stresit. Një nga përdorimet më të njohura të një filxhan çaji kamomili është për të menaxhuar stresin dhe gjithashtu edhe për të evituar problemet e ankthit. Pas një dite të gjate të punës, kjo pije mund të ndihmojë në rritjen e niveleve të serotoninës dhe melatoninës
në trupin tuaj. Kështu, përfitimet e tyre do t'jenë të menjëhershme dhe gjithashtu do të lehtësoni edhe komplikacionet. Është e rëndësishme të përdoret dhe të lehtësohen këto shqetësime. Ndryshe, vlera dhe përfitimet e tij do t'jenë të menjëhershme në mbrojtjen e organizmit. Ekspertët e përfshin atë si një zgjidhje mjaft të mirë kundër problemeve të pagjumësisë. Një mënyrë që çaji i kamomilit jap në lehtësimin e stresit është edhe aplikimi i tij në dietën tuaj në mënyrë progresive. Kështu ndikimi dhe vlera do të jenë të menaxhueshme. Kamomili është një produkt fantastik edhe për shëndetin e flokut. Përveç të gjitha atributeve mbreslënse, çaji i kamomilit ka përdorime të mira edhe për pamjen tuaj të jashtme, siç janë edhe flokët. Ndërsa komponentët e tij anti-inflamator mund të ndihmojnë për të lehtësuar acarimet e lëkurës së kokës, kimikatet e forta mund të forcojnë gjithashtu fijet e flokut, të eliminojnë problemet e zbokthit si dhe t'u japin përgjigje edhe komplikacioneve që rëndojnë shëndetin e flokut. Ai mund t'i bëjë flokët tuaj të duken më të shëndetshëm, më të mbrojtur dhe pa komplikacione. Sigurisht, përdorime të tilla të kamomilit mund t'i japin flokut tuaj edhe një shkëlqim të munguar. Kamomili është një produkt fantastik që mund t'jap shumë vlera për shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe jo vetëm. Stresi, ankthi dhe gjithashtu problemet të ngjashme mund të menaxhohen më mirë me përdorimin e tij. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës, problemeve muskulare, presionit të lartë, pagjumësisë dhe stresit imunitar të dobësuar. Nëse stresi përsëritet çdo ditë, ai mund të dëmtojë ndjeshëm shëndetin e zemrës dhe mirëqenien e përgjithshme, paralajmërojnë ekspertët. Çaji i kamomilit është një zgjedhje natyrale për shqetësimet tuaja të stresit. Një nga mënyrat efektive për të luftuar stresin është edhe çaji i kamomilit. Sipas dietologëve, kamomili përmban flavonoide që kanë një efekt qetësues në rregullimin e neurotransmetuesve në tru që ndihmojnë gjithashtu edhe me relaksimin. Studimet klinike konfirmojnë se kamomili mund të ulë gjithashtu nivelet tuaja të ankthit. Edhe pse është një zgjidhje lehtësuese, duke u përdorur si duhet mund të kthehet në efektive, por nëse merrni medikamente nuk duhet ta kombinoni së bashku. Çaji i kamomilit është i shkëlqyer për ata persona të cilët do vuajnë nga pagjumësia. Ky proces i përgatitjes dhe pirjes ofron edhe një lehtësim më të mirë të relaksit mendor, duke ju ndihmuar të ulni stresin dhe të lehtësoni problemet e pagjumësisë. Pirja e çajit të kamomilit rregullisht në recetat tuaja ditore, sipas ekspertëve të Healthline mund të kthehet në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit. Ai mund të jetë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe gjatë periudhës së ftohjes. Nëse nuk mund të themi se kamomili është një recetë kundër ftohjes, por ai mund të qetësojë ndjeshëm shqetësimet e shkaktuara kryesisht nga simptomat. Studimet tregojnë se thithja e avujve që përmban ekstrakti i kamomilit zbut problematikën, sidomos ato të shkaktuara nga infeksionet të rrugëve të sipërme të frymëmarrjes. Kamomili përmban elementë anti-inflamatorë të cilët mund të shpjegohen për efektet e tyre pozitive. Kamomili është një lehtësues i situatave tuaja stresuese. Konsumi i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të stresit. Kamomili mund të përdoret për të ulur nivelet tuaja të stresit duke ju qetësuar në gjendjet tuaja më të vështira. Në një situatë zbulohet se personat që përdorin kamomil patën lehtësimet më të mira dhe të duhura kundër komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse shpesh prekeni nga stresi pa kontrolluar, kamomili mund të kthehet në një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese dhe lehtësuese për rastin tuaj. Efektet të tilla do të jenë të menjëhershme në mbrojtjen e organizmit dhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj mos nguroni ta bëni pjesë të dietave tuaja gjithmonë, edhe në mbikëqyrjen e një eksperti, përfitimet që do të merrni do të jenë të larmishme dhe lehtësuese. Ekspertët besojnë se përfshirja e kamomilit në dietën tuaj do të jetë mundësia më e mirë për të marrë ndikimin e saj pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve dhe në parandalimin e shqetësimeve të tyre. Siguroni ta përdorni kamomilin e freskët vazhdimisht brenda dietës suaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.